Po shifja atje në TikTok dhe më doli një gos që thoshte 5 gjëra që të doja t'i dija para se kisha bërë filan gjë dhe u futa, po mendoja sa 5 gjëra do doja dija për shumë gjëra. 5 gjëra fix. Po. Okej. Shumë pak. Po për çfarë Klea për shembull do doje? Për shembull, prit se ula dhe i shkruajta, po do ju them vetëm 5 të diçkaje. Po mendoja 5 gjëra që do doja t'i dija para se t'isha bërë bjonde. Se kam plana herë, po për informacion, për kulturë. Sot para se të fillojmë, sot jam bërë me vesh, jam bërë kecat beba. Fiksë e formatin e emisionit. Tani, fillojmë me të parën. Është një proces që do shumë kohë, nuk është një proces, do doja ta dija që është një proces që nuk bëhet ikën atje tani dhe do bëhesh bjonde, do dalësh direkt bjonde platin. Shumë proces i gjatë. E dyta, dëmtimi është super real. Floku do të të bjerë në tokë. Do me thënë ti po thua nuk ka asnjë parukier që thotë që unë ta bëj bjonden mirë dhe floku nuk të dëmtohet. Sa do mirë ta bëjnë ata, do vi një pikë që ajo maja në fund fare do ndahet në 2 pije. Në 2 maja i kemi ne, pa i dy jam bjonde. Me të drejtën dhe mua, shumë më bën flokët kur fillua ti hapja, që ta afrohesh në afër bjondes, po. Dëmtohen. E treta, mirëmbajtja për flokun bjond është shumë më e shtrenjtë se sa për flokun e pa lyer apo kafë. Deficit. A thu deficit? Shampo për dëmtimin. Po, shampo për dëmtimin, balsam për dëmtimin, krem për dëmtimin, për shkëlqim, për hidratim, për gjitha. Një 700 kremra që nuk e di të... Sa mund të shkoj një rutinë për shembull për flok bjond? 400.000 lek. Po. Qyqa? 300, 400, po se një shampo është 20.000 lek. Qyqa? Po sa zgjat? Shampoja një muj e pak 2. Le kremi që kushton një 80.000 lek, një krem që është kaq, që të ndihmon për me njerëz me flok të vajisur bjond. Mua më kujtoa Ema se tha, i lyu flokët kafe, thash Ema, po çfarë bën? Jo, tha, do i mbaj kështu kur të kem lekë, për moment s'kam Terezita, nuk ja dal dot me moto, sa ka shumë shpenzime. Po ja dilja realisht. Floku bjond. Kremra bli. Faleminderit. Aha, Klea. Se na zhveshi Pakisiana. 4. Ngjyra që do kërkosh ti dhe parukierja nuk ka për të dalë në botë njësoj fiks siç e kërkon. Te dia. Kur, sidomos bjondja. Ti gjithmonë do ta duash ose pak më të ftohtë, ose pak më të ngrohtë. Ose varet nga ngjyra jote e lëkurës, nga tipari. Si ti shef një model aty e thua duhet kështu pa shkon ty ajo apo jo. Dhe gjithmonë të shkon. Gjithmonë përfundon duke dalë nga parukera, duke e shar, duke e mallkuar, duke thënë nuk iki më. Ajo mi nxorri flokët keq. Do të thënë mua ka ndodhur gjithmonë që e shaj, po pastaj shkoj prap. Historia e jetës time. Dhe e fundit, por jo nga rëndësia, duhet të ndryshosh komplet rutinën e kujdesit nga çfarë je mësuar. Je ke një kështu shift. Nga floku kafshë ti, domethënë ke pasur rutinë komplet tjetër, duhet ta ndrosh të gjithën. Të gjithë, domethënë nëse përpara laj me sapun durësh flokët, është do të lash me shampo 40.000 lekë zemër. E çmeshme. Mirë, para se të vazhdoj unë, kam shumë për të thënë. Unë dua një herë të tërheq pak vëmendje për shihet e reja të Bravos që na kanë ardhur nga Raucë. Tani, e preferuara ime është këmbë portokall. Unë nuk e di se kush është e preferuara jo, jam shumë kurioztare. Më thoni në komente. Dhe personalisht unë i preferoj shumë sepse janë shumë e shije, të freskëta dhe sidomos për tani në verë që vin ditë nxehta. Kështu që në plazh. Gëzuar. I love this. Nuk naqa për zot na freskoj. Bravo Ema. Tani, vazhdoj unë. Vazhdoj. Hajde Rada. Rada. Që provoj pak të mbaj. Unë do them 5 gjëra që unë do doja të më kishin thënë përpara se të bëja hundën. Tani nuk është më një sekret, ky është sekret joni përbashkët, do ta marrim. Ajo hunda jote të nëntën ka dalë. Hunda jote që s'dia ka ngel sticker, printim, lëvil. Tani e para. Një gjë që ju duhet ta dini është që përpara se të bëni hundën, që hunda juaj pasi të hiqni allçin, nuk është ajo hunda që u tregon doktori në foto. Dhe njëta gjë më ka ndodhur dhe mua, kur bën operimin, doktori vjen dhe të cilat të dy fotot para dhe pas. Hunda jote pasi të hiqesh allçin nuk ka lidhje fare, po fare me atë foton. Është shumë e intur, sikur ke vendosur një trung, një patate në mes të fytyrës. Po, i kam parë ndrejt ato fotot e tua. Faleminderit. Dhe domethënë nuk ka lidhje fare me fotot dhe mund të them që është shumë e shëmtuar në fillim. Shumë e madhe. E vërtet. E madhe. E madhe. Mund e madhe nuk ka problem, tash është zvogluar. Dhe një gjë tjetër që do doja të ma kishin thënë përpara se të bëja hundën, është që ti fillon dhe e kupton formën dhe
realisht si hunda jote është minimumi pas 2 vitesh. Unë I ke kalu 2 vite. Do më thënë ti duhet presësh pasi bën hundën që ke për shembull 18 vjet që e pret që ta bësh. Duhet të presësh edhe 2 vite tjera për të parë hundën që doli. Shiko, e di çfarë ka të bukur? Të bukur. Okej, e ke bër, deri këtu është okej, po e bukura e operacionit të rinoplastikës është që hunda jote ndryshon çdo ditë. Dhe çdo ditë përmirësohet. Pra, kjo është e mira e kësaj, vetëm se minimalisht duhet 1 vit e gjys, 2 që ti të shikosh realisht formën që ajo ka, tamam. Okej. Një gjë tjetër që do doja shumë të ma kishin thënë, është që në fillim nuk ndihet fare si hunda jote. Oh? Jo, ti nuk e fare ndjeshmëri. Domethënë kur bën make-upin ose kur e heq make-upin nuk ndihet asgjë. Është thjesht një gjë e huaj, një trup i huaj. Është e ngurtë. Është shumë e ngurtë, është e mpirë. Dhe unë deri Ti do të thënë ke qenë pa hundë se deri para. po, pa hundse. Dhe deri shumë vonë unë nuk e ndjeja fare marrën e hundës time. Ka edhe raste që gocat nuk marrin frymë, ndoshta të mërshme. Do të paguash lek, po prap bukuria ka sakrifica, unë dhe kur mos merja frymë, pra isha shumë lumtur. Mjafton mos kisha hundën që kam pasur. Deri frymë me gojë, s'ka problem. Po. Edhe një gjë tjetër është që jo muajt e parë, po ndoshta edhe 1 vit, 1 vit e gjys, hunda ka aromë të tmerrshme. Hunda brenda. Do të thënë askush tjetër nuk e kupton, por ti e kupton sepse është aroma e hundës tënde brenda dhe është shumë e shumë. A të duket sikur po vjen diçka erë vërdall te? Po, domethënë në fillim unë nuk e kuptoja, thoja qa është ndezur diçka, qa mund të jetë në një gjë, ke parasysh ishte shumë erë keqe. Derisa më pas, një shoqja ime që dha ajo e kishte bërë, më thotë që kishte të njëjtën gjë. Dhe këtë Më të bonding aty pastaj. Po, dhe kjo ndodh për shkak se është e parigjeneruar plaga brenda mishit. Dhe Ja. në fund të gjitha këto ja vlen për pasur një hund të re. Unë mendoj që po, kur ti e ke kompleks edhe nuk ndihesh mirë, sigurisht ja vlen edhe nëse nuk merr frymë, prap ja vlen. Por ju Pasi do vdesësh me një hund. po ju sigurohuni që ta bëni në vende që mund të merrni frymë. Mos merrni. Nëse varet edhe nga Pa. hunda se mund ta kesh pasur edhe me Po probleme. këto nuk mendoj që thëti në një gjë tjetër. Kush janë ju të dyja? Unë kam pasur kompleks. Besoj se dhëmbët. Dhëmbët. Si kam pasur të shtrembët, do jo tregoj edhe një grafik këtu se do ju sjell një foto që kam pasur. Po, unë nuk preferoj të sjell asnjë foto. Dhe kur Po ka qesha, nevojë shpirt. kur qesha e mbaja dorën kështu. Gjithkohës derisa tani nuk e kam më nuk e kam më këtë kompleks sepse qesh shumë bukur. Sepse vure tela. Po, vura tela. Po si është eksperjenca me tela? Unë kur i vura tela ti mbajta 2 vite e gjys. Se kisha shumë probleme. Dhe mendova se do shpëtoja nga telat, por në të vërtet jo, ishte lufta më e vërtet ishte mbrapa telave, sepse më i mbajta 2 vite dhe kur ditën kur shkova për t'i hequr, thash o zot, nuk do i kem problem, do rri pa tela, domethënë e lumtur. Kur më thot doktoresha që jo, ti duhet vësh maskerina që përdoren për mirëmbajtjen e dhëmbit, që dhëmbi mos të shkojë në Televizi prap. Po, televizi prap domethënë. Dhe një retainer që është vendoset nga poshtë, pra te këto dhëmbët poshtë un kam një tel i vendosur që nuk tregoj. Po si për telin. Jo, sepse për estetik, se unë do isha një VIP dhe në kamera do tregosh. Jo, vendos nga brenda, nga poshtë. Pyetja. Pyetja ime ai vendosur, ai vend retainerat? Se unë për shembull nuk jam me rregull fare, unë nuk i ve. Pikërisht tu doja të dilja. Fillova muajt e parë, unë i vija shumë Tregoj një rregullisht. histori fati. Po. A, më vërtet me mua? Dhe tani, unë kur shkoja për shumë udhtoja, i kem me goca shu, kujtohesha në momentin që kisha arritur te vendi, thoja mos maskerinat. Dhe rria 3 ditë për shembull i harroja dhe dhëmbët e mi lëvizën. Si e shikoni, nuk janë më shumë të Po nuk drejtë. lëvizën për 3 ditë. E disha është diçka që unë të doja ta kisha ditë para se të vija telat, që do të dhëmbi në shpirt. Do të thënë 2 gjëra ka. Një që ajo hera që ti shkon një herë që ti shkon çdo muaj, një herë në muaj që të shtrëngosh ato, janë 3 ditët e para, janë 3 ditët më të dhimbshme të jetës tënde. E para kjo dhe e dyta që duhet të hiqa Dhëmballët e pjekurisë. dhëmballët. Si kam hequr? Të katërta. Edhe unë i kam hequr. Pa dal i hoqe? me Po, kirurgji, me operim. dhimbja më e tmerrshme. Do të thënë s'është sentiva dhimbje se Se unë i kam hequr, po i kam hequr mbasi kanë dalë, i kam hequr me shkule dhe s'm Po kanë nga që dhënë. s'ke pas Por tela nëse ndoshta, doni- sepse tela duhet që të hapet hapësirë, por Ah, mua s'mi ka kuptoj. sugjeruar kur i kam vendos. Se Nëse doni të dobësohen, ju sugjeroj të vendosni tela sepse unë kam rënë 5 kg ato kohë që kam pas tela, sepse vetëm sup haja. Po në një gjë tjetër e madh, do të di gocat për telat? Thjesht asgjë janë cute.
Janë cute. Këto do thënë. Janë shumë cute, goca që kanë tela. Unë kam thënë Kleas, unë ty nuk ti mbaj mend se kanë qenë fillime dhe ti ke pasur të dukshme duke maskerina. Kurse Klea mbaj mend që fillime dhe i thoya gjithmonë që duke shumë cute dhe ndër personat e rrallë që duken shumë bukur me tela. Unë të Kleo, Po ti vetëm posti ke, nuk duken from cute. Edhe unë mendoj që realisht nëse jeni duke menduar për të vendosur tela, mos e keni kompleks se dukeni shumë cute. Ti ke sena çake tani, ti nga ato gjërat e tua. Unë kam të lindur. Unë nuk kam as bjonde të shtuar, as tela të vendosur të hequr. Asnjë për kaçurrelat. Për kaçurrelat. As tela të vendosur dhe hequr. I kam vendosur, nuk i kam hequr. Po, i kam florir, i kam drejtë. Ndihmoj pak komitetin e kaçurrelave. Tani çka këshilla më shumë do don nga unë se për flokët. Tani unë kam një jetë me kaçurrela. Do i tregoj një gjë që ma bënte mami kur kam qenë e vogël, po unë nuk e bëj vetë sepse përtoj. Po. Mami më zgjente fara lini dhe ato lëshoj një gjë që bëhet si gelatin. Po, dhe nuk kam provuar kur gjë më të mirë se ajo për të mbajtur kaçurrelat. Mirë, po ajo për fytyrën ajo. Jo, nuk është e njëjta. Mirë, po ajo zgjat diku te 5 ditë dhe pastaj do ta ribësh. Edhe të bëjmë këtë proces çdo 5 ditë. E kuptoj ti. Femër në karrierë, s'ke kohë për këto. Business. Edhe e bëja me atë gjithë flokun dhe thjesht e bëja kështu, e thaja dhe është gjëja më e mirë që ju mund të bëni për kaçurrelat tuaja të keni të hidratuara, jo si thuhet friz? E të ngrira. Jo friz. Të shpërpuritura. Friz. Shpupuritura, të shpupuritura, është gjëja më e mirë. Pastaj, ca gjëra që mund t'ju them është që merrni sprej kundër nxehtësisë sepse kaçurreli e don nxehtësinë kaq afër në rrënjë dhe digjen shumë. Blini shampo cilësore, mos u gënjeni me ato. 40 lekë? Jo, realisht unë e kam parë diferencën dhe me shampo të lirë dhe me shampo që është për kaçurrelat. Nuk kam nevojë të blej shampo. Jo, thash unë po. Unë e kujtova ty thash po. Blini shampo cilësore për kaçurrelat për të pasur kaçurrela shumë të mira. Mos përdorni shkum. Ju lutem mos përdorni shkum se thjesht e tham flokun e bën të bukur për momentin. Po difuzor? Pas 2 ditësh ta mbaroj se jam te procesi i produkteve, pastaj si ti bëjmë kaçurrelat. Shkum mos përdorni sepse ta tham flokun dhe kaçurrelat e tua do përkeqësohen. Mos i laj shumë shpesh dhe nëse hapen dhe bëhen si çadër, thjesht bëj refresh dhe hidratoj. Bëj pak me ujë dhe me produkte sipër, mbajnë shumë mirë pyetje të tjera. Krahasim të shampos 40000 lekë dhe produkteve aftercare, mund të përdorni një sapun të thjeshtë. Po, merr një sapun 5000 lekë. Mund të zini morra pas 2 herë. Larje është tjetër muhabet, po. Pyetja është a zure ti ke sjana morra? Jo, nuk zura morra. Pyetja e vërtetë është. Pyetja e vërtetë është kush mendon realisht që do ta gjenim dhe morrin te flokët e Kesianës? Ndoshta morrin e Kesianës nuk do ta shohim kurrë as ju, por të paktën shikoni se çfarë bëm këtë herë.